apo do t'ju thot do të sileni më shumë sipas direktivave të shefave veç e veç për secilin e ka fjalën. E me këtë po e nis me zotin Tahiri. Zotin Tahiri, shkurt. Zoti Sakep, faleminderit shumë për pyetjen. Historia ime personale ka treguar që unë jam në gjendje të ndërtoj ura bashkëpunimi. Edhe në 2014 kam kundërshtuar një koalicion në Këshill të Përgjithshëm të partisë time. Dhe kjo është demokracia e partisë tonë, e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk kemi në asigurat atjerë kur i pyet cili është programi i vetëvendosjes, fillon me sulm ndaj LDK-s. Po, kur është interesi i Kosovës, jemi në gjendje që gjithmonë ta mbrojmë vetëm interesin e Kosovës. Dhe po e ndërlidhi këtë. Ka qenë interesi i Kosovës që presidenti Osmani të vazhdojë edhe një mandat, sepse nuk kemi pasur kandidat më të përgatitur dhe që ka pasur aleanca të ndërtuara më mirë se zoni Osmani. Prandaj ka qenë interesi i Kosovës dhe LDK-ja ka tejkaluar çdo inati, çdo ndasi dhe i ka dhënë mundësi edhe Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës që të shprehen në zgjedhjet e 7 qershorit për këtë çështje. Zona Musliu, a do të thoni jo shefit? Brenda për brenda, subjekte politike jemi individ, mirë po të cilët funksionojnë në bazë të vendimeve dhe diskutimeve që kemi brenda për brenda partive tona. Kur jemi deputet, momentin që marrim mandatin, ne e shkruajmë një deklaratë që ne betohemi se do të mbrojmë interesin e Republikës së Kosovës. Pavarësisht vendimeve të cilat ka mundësi nesër që të merren nga partia cilës unë i përkas, e që deri më sot, të gjitha vendimet që partia ime i ka marrë kanë qenë në interes të Republikës së Kosovës, unë personalisht gjithmonë do të jem aty që të mbroj interesin e qytetarit e të Republikës, për cilën është dhënë shumë